Për nyjen e re, zgjidhjes të së cilës po ecën afati, qarën e kërkoi te dy partitë më të vogla. Kryeministri Albin Kurti priti këto ditë liderët opozitar për ta gjetur çelësin e presidentit të ri. Por kështu dialogues, kreu i vetëvendosjes nuk u pati treguar me minorancën edhe më 2021, kur kishte fituar 50% e votave, e situata ishte identike për postin e shefit të shtetit. Nga shoqëria civile këtë paraqitje të shefit të ekzekutivit po e shohin si një lojë të tij për të shpërndar fajin në rast të dështimit. Do të i shfrytëzoj gjitha mundësitë, të paktën të duket sikur po mundohet që të bëjë zgjedhje për presidentin, edhe pse deri më tash nuk kemi pa ndonjë gatishmëri të tij që të gjejë zgjidhje, më shumë është kjo periudha e shfaqësimit. Edhe shpërfillja e AK-s në këto takime, sipas Jasharit është kryer këput kalkulim. Kërkoj subjekte politike që kanë numra më shumë me një subjekt, me një marrëveshje që të bëjë zgjidhje. Nëse diskuton me AK-n, patjetër që do ta ketë një kërkesë ose një ofertë nga AK-ja që për presidentin zoti Haradinaj. Por më shumë se hatrimi për injorimin nga Kurti para 5 vjetësh, opozita si vjet e vlerëson ftesën. Është pjekuri e partive politike që të ulen dhe të vinë tek zgjidhjet me qëllim që të mos ketë ngërç institucional dhe me qëllim që të mos ketë destabilizim të vendit ose shkuarje në zgjedhje. Mbledhit sy me sy mes kreut të qeverisë e krye opozitarëve pritet të jenë të shpeshta deri më 4 mars, kur zyrtarisht duhet të votohet emri i presidentit të ri.